Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë kremtoi këtë të premte me solemnitet jetëndërimin e apostullit dhe ungjillorit Joan. Ky kremtim përkon me ditën e emrit të fortlumturisë së tij kryepiskopit të Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, i Mzot Joani. Gjatë shërbesës së shenjtë në Katedralen Ngjallja e Krishtit në Tiranë, fortlumturia e tij Joani dha edhe mesazhin e tij për besimtarët ortodoks që të duan njëri tjetrin. Ai u shpreh se dashuria e vërtet është mos ta lësh tjetrin të bjerë në gremin. Ky apostull i dashurisë predikoi vazhdimisht që të duam njëri tjetrin. E tregohet kur ishte shumë i vjetër, është histori që e keni dëgjuar, por shpesh herë ne i përsërisim disa gjëra sepse janë të rëndësishme. Siç u kam thënë disa herë, përse Zoti e përsërit kaq shumë në Ungjillin e Shën Joanit fjalët doni njëri tjetrin. I përsërit vazhdimisht sepse zemra jonë nuk mund të ndryshojë vetëm se zbutet pak me ujë, po duhet vazhdimisht që të goditet që zemra jonë të hapet. E kur Shën Joani ishte shumë i vjetër, mbi 100 vjeç, filloi mos ju mësonte shumë gjëra tjera, po ju thonte nxënësve gjithmonë doni njëri tjetrin. E ju mund ta merrni me mend, një ditë, 2 ditë, një javë, 2 javë, një muaj, një vit, po këto gjëra duke i thënë. Dhe një herë prohori, nxënësi i dashur, i thot mësues, Perëndia të ka zbuluar ty nga misteret më të mëdha. Ke ndetur bashkë me Zotin. Pse nuk më mëson gjëra tjera, po na thua vazhdimisht doni njëri tjetrin? Edhe shenjti u përgjigje i tha, doni njëri tjetrin dhe është mjaft. Nëse ne do e bëjmë realisht këtë gjë, e kemi realizuar gjithë ligjin e gjithë mësimit e Zotit. Po çfarë është ta duash njëri tjetrin? Sepse sot dashuria është shtrembëruar pak, duke përkëdhelur të tjerët, nuk i duam, i çojmë akoma në gabim. Unë atë që dua, thot Zoti, e qortoj. Fortlumturia e tij tha se edhe shenjtorët e mëdhenj i qortonin të tjerët që të ktheheshin në rrugën e drejtë. Nëse ne shohim vllahën ton që po bjen gremin, edhe nuk i themi gjë, është dhe faji jonë. Nuk i themi se s'duam që të prishemi, nuk i themi se ndoshta ai mund mendoj keq për ne, dhe thot ç'më duhet mua. Kjo nuk është dashuri. Dashuria e vërtet është që ti flasësh e mos ta lësh që të bie në gremin. S'ka asnjë dashuri më të madhe se sa Perëndia. E megjithatë ai thot po këto fjalë, siç u thash pak më parë, unë atë që dua e qortoj. Prandaj edhe shenjtorët e mëdhenj i qortonin të tjerët, i qortonin që të ktheheshin në rrugën e drejtë. Edhe një prind i devotshëm që e do realisht fëmijën e tij e qorton. Prandaj edhe proverbat thonë, kush kursen qortimin dhe disiplinën tek fëmijët e ka prishur fëmijën e tij. Përkëdhelia nuk është dashuri, po shtrëmbrim i dashurisë. Prandaj ditën e sotme pikërisht duhet meditojmë rreth dashurisë që ka Zoti për ne. Kur gabojmë na qorton. Na qorton sepse na do. Nëse ne nuk i qortojmë të tjerët kur bën gabim, nuk i duam ata. Njerëzit kanë problemin pastaj me pranimin e qortimit, siç thotë dhe Solomoni i mençur. Qorto një të mençur e do kesh një mik. Qorto një të marr e do kesh një armik. Sepse i mençuri e kupton që ti ke qortuar sepse e do. E dashuria e vërtetë është pikërisht kjo gjë, një dashuri që afrohet dashurisë së Perëndisë, që i do të gjithë njerëzit, kushdo qofshin ata, edhe armiqtë e tij. Kryepiskopi u shpreh se Zoti na qorton sepse na do dhe na thot se duhet të duam edhe armiqt. Mërira e shkatërron njeriu, edhe fizikisht, edhe shpirtërisht. Dashuria e vërtet i largon këto gjëra. Ne nuk i duam njerëzit vetëm thjesht ata që janë të mirë, duhet i duam të gjithë. Zoti na thot duani dhe armiqt tuaj. E nëse do kemi këtë lloj dashurie, do bëhemi të ngjashëm me Perëndin, sepse njeriu u krijua sipas ikonës Perëndisë. E të gjithë njerëzit e kanë. Po kjo ikonë u shtrëmbrua. Po u krijua edhe me mundësinë për të bërë ngjashëm me Zotin. Në të dytën njeriu i parë ra, e Zoti erdhi dhe u mishërua dhe u bë si njëri nga ne për të na hapur ne përsëri rrugën, jo vetëm thjesht të pastrojmë ikonën tonë, po të bëhemi dhe ngjashëm si ai që të kemi dashurinë e tij. Mitropoliti Apollonis dhe Fierit Hirsi Nikolla mbajti po ashtu fjalën e tij, ku vlerësoi figurën e kryepiskopit Joan. Ai falenderoi fort lumturinë e tij për shërbesën e tij 30 vjeçare në Kishën Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. Kremton në emrin Ati dhe kryebariu ynë,
kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë, im Zot Joani. Në emrin tuaj, në emrin e gjithë klerit dhe popullit besimtar të kishës sonë, në emrin e Sinodit të Shenjtë, i urojmë atij vite të shumta, të bekuara dhe me shëndet. E falenderojmë për gjithë shërbesën për më tepër se 30 vjeçare që ka kryer në kishën tonë. E falenderojmë që në ato vite të vështira, të cilët kaloi kisha jonë, ka qenë një mbështetje e të ndjerit kryepiskopit Anastas, por dhe një mbështetje e sigurt për gjithë kishën tonë. E falenderojmë që gjithë të vite ka qenë për të gjithë neve një shembull i vyer si një mësues i urtë, si një atë i dashur, si një kryeprift i shenjtë. E falenderojmë që në momentet të vështira të cilët kaloi kisha jonë përpara disa muajsh, pranoi të mbajë mbi supet e tij barën e vështirë të kryepriftit dhe kryebariu tonë. E falenderojmë që me gjithë urtësinë e tij ka shërbyer me shumë sakrifica, me shumë mund në këto vite në kishën tonë, por dhe në këto muaj të vështirë të tranzicionit që kaloi kisha jonë pas humbjes së 3 klerikëve të vyer të saj. Na tregoi që me shumë urtësi e ka udhëhequr kishën tonë. E falenderojmë dhe i urojmë vite të shumta, të bekuara. Hiri i Shpirtit të Shenjtë t'i jap urtësi, t'a fuqizoj e t'a përmbushë deri në fund shërbesën të cilën Krishti i ka dhënë atij. Irësi Nikola tha se kryepiskop Joani ka qenë një mbështetje e sigurt për kishën dhe një shembull për të gjithë besimtarët ortodoks.